Prandaj ne nuk kemi sukses. Se kryejmë ato që the pak më parë, ne rrejmë veten. Unë kur u nda PD-ja ndyshe, përmendë pak më parë që unë u përpoqa, ishte momenti i fundit, pra ishte the last call, thirrja e fundit që tamam thirrja e fundit. PD donit wake up kur thonë amerikanë. Donit të jetoni si parti apo donit të vdisni si parti. Dhe vajta në stadium dhe i them Berishës, qofse ne ishte e kishte mbush me 12.000 veta, qofse do zvendësojmë një kryetar humbës me një kryetar humbës, ne kemi marrë fund. Në qofse heqim Bashën për sjell Berishën, nuk kemi bërë asnjë ndryshim. Mos u kthen kryet kësaj partie se ja vret të ardhmen kësaj partie. Dhe ja vrau. Ja vrau faktikisht. Vajte një javë mbrapa ke kuvendi Bashës dhe shumë thoshin pse shkon në dy kuvende. Po shkojmë të flas të dy palëve. Sepse demokrat ishin atje, demokrat ishin këtu. Ata e kishin mundësi ndryshonin. Dhe them, një nga gjërat ishte, një parti që gëlltit gënjeshtrat që prodhon vet, ka vdek si parti. Kjo ka qenë pjesë e fjalimit tim. Dhe unë jam krenar për këto gjëra që i kam thënë para 5 vjetësh dhe atë më thoshin këtë drejt, po më thoshin nga mrapa. Jo për ballë tjetër. Nuk po përmend emër për etik, por Pardje bona bisedë me një nga këto që nuk u zgjodh. Ta them mbrapa, nuk u zgjodh kryesinë e PD-s tash një, dhe i kishin një Elhatri. Dhe i thashën kështu, po mirë, kjo ishte e pritshme thash. Jo, po nuk e menuam që shko deri këtu. Po jo pra se nuk e menuam se kishit hatë, se po ju zgjodh Berisha, se ju gjithë luftën e boni deri ke Berisha nuk e luni. Po Berisha është e keqja që ndodh kjo. Pra ti pa qofse është ai që kam në mendje, më ka ndodhur një histori kur pati një moment promovimi. E mora në mend, pati një moment promovimi, i thash pimi kafe për të uru etj dhe filloi të më shpjegonte politikën, thash stopi thash. Tu ulan kafe me të uru për detyrën që të dhan. Po. Por politikën s'ma mëson dot. Ja. Të lutem i thash se kur kemi ne bashkë. As letërsinë se aty jam më mirë se ai, po s'ka rëndësi. Po nëse më qesh. Po e quajmë si të zanatit. Po. Nuk ma mëson dot i thash sepse nuk ka të bëjë me sa numra librash ke lexu. Ja. Ka të bëjë me aparati i përpunimit si. Aparati tretës. Se është si me kompjuterin, hard diskun mund të kesh modh, por nëse ke procesorin e vogël, nuk qit gjë ajo. Ti mund të futish çat dush atje, po s'del më gjë. Ti dole ke ajo që thot Einsteini, nuk ka rëndësi sa shkollë ke bë. Sa kriju si je. Absolutisht. Domthon me ato që ti lexos çfarë krijon. Se vetëm e ke patë gjithë dalin. Kështu ka thonë, po mirë, ata e lexoj vetëm. Çfarë thotë më zotin nga jotja. Domthon nga akumulimi që i merr ti dhe nga eksperienca, edhe nga leximet, edhe nga shkolla, nga gjithë, çfarë krijon ti, çfarë prodhon ti? Është problem që të gënjejmë vetveten është dëmi. Dhe ne që po doja t'i veja titull të kësaj bisede, të mos gënjejmë më vetveten. Ky do të jetë titulli i emisionit, mos gënjejmë më vetveten. Të betohem e vuj kur ulem me njerëz, bin dakord për të gjitha gjërat që flasim dhe ti e shef del në televizor. Po për thotë ja është i njëjti person. Po pse më burr? Se unë